Këshillit Rregullores. Opinioni publik duhet ta di, sa po mbledhet kjo sallë e parlamentit, çdo deputet ka këto dy materiale në tryez. Njëra është libri i shenjtë i shtetit, është kushtetuta, dhe e dyta, jo më pak e rëndësishme, është libri i shenjtë i kuvendit. Kryekleriku për të ruajtur këtë shenjtëri, jeni ju atje, për atë punë zgjidheni, për atë punë betonin emër të kushtetutës, fjalimin që sapo na e mbajtët pak ditë përpara e kishit për të respektuar pikërisht këtë. Dhe janë rregulla që përgjithsisht vendosen, jo për mazhorancën dhe për kartonat që ka, janë rregulla që vendosen garanci për opozitën dhe për balancimin e pushteteve. Na keni sjellë sot një projekt vendim, cilin thoni e referoni tek neni 117 i rregullores, i cilin vetvete të detyron, nuk ta jep si opsion luksi, të detyron, është detyrues, të ndjekësh rrugën e lismës legislative të projektit ligjeve dhe nuk bëhet fjalë për një nen të shkelur në 117. Referenca që të bën, ta bën tek kreu nisma ligjore dhe janë minimalisht 9 nene nga nene 68 deri në nene 77 kushtetutës, të cilat përmbajnë 45 dispozita rregullatore se çfarë duhet bëjmë ne sot këtu. Nuk po shkelni një nen, po shkelni një kre të tërë të rregullores. Është një njoll që nuk duhet t'ja lini vetes. Në qoftë se mendoni se e kaloni pa lagur duke mos lejuar në këtë parlament të ketë debat si për çdo nisëm tjetër ligjore, mos mendoni se kjo është një çudi e radhës që do harrohet mas 3 ditëve. Na kujtuat sot ju i pari që në vitin 2017 që ka mbledhur kuvendi me konsensus, pas ka miratuar një ndryshim të rregullores, në fakt një gjë fare të parëndësishme. Dhe keni drejt që ka qenë gabim. Mbi këtë gabim, nuk mund të bëjmë një gabim tjetër dhe një gabim tjetër dhe një gabim tjetër, madje për të ndryshuar të gjithë arkitekturën e funksionimit të Kuvendit të Shqipërisë, duke bërë një ndërhyrje në rregullore krejtësisht të paligjshme. Është një përgjegjësi shumë e madhe që merrni sot, duke shkelur, siç u thash edhe një herë, 9 nene të rregullores, 45 dispozita brenda tyre. Mos e bëni këtë. Lejoni të vazhdoj, në fund fare kartonat i keni. Mos mendoni se opinioni publik nuk do të informohet për këtë që po bëni sot. Do të informohet gjithsesi. Është në nderin e këtij parlamenti që debati të zhvillohet tu, informimin opinioni publik ta marrë këtu. Dhe për këtë të detyron rregulloria, nuk ta lë si opsion luksi. Faleminderit. Faleminderit zoti Strazimiri, zoti Klosi, përgatitet zoti